gjasat janë reale që të kemi certifikim të rezultateve aty ka dota 4-6 korrekt. Seanca konstitutive duhet thirret nga ana e ushtruesës së detyrës së presidentes brenda 30 ditëve. Janë dy variante. E para është që një qeveri stabile do të mund të krijohet mes lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Varianti i dytë është që lëvizja vetëvendosje të shkojnë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me minoritetet. Atëherë për shkak të shpejtësisë numërimit që po ndodh në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, mund të ndodh, gjasat janë reale që të kemi certifikim të rezultateve aty ka dota 4-6 korrekt dhe pasaj të nisë procedura për formimin e institucioneve. Dihet që sipas kushtetutës dhe rregullorës seanca konstitutive duhet thirret nga ana e ushtruesës së detyrës së presidentes brenda 30 ditëve, por një seancë e tillë nuk do duhet ta priste këtë konsumimin e afatit 30 ditor deri në maksimum. Do duhet të thirrë seanca më njëherë nesër pas nesër ose eventualisht brenda 10 ditësh të parë të këtij 30 ditësh. Janë dy variante. E para është që një qeveri stabile do të mund të krijohet mes lëvizjes vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës, por kjo nuk besoj që do të ndodhë sepse duke njohur teorinë e Albin Kurtit, sigurisht ai do të humbte, do të përgjysmohej sepse gjithmonë i ka demonizuar më shumë. Pra tabel qitje ka qenë kryesisht Partia Demokratike dhe krahu i luftës dhe nuk e besoj që do të mund të ndodhë një gjë e tillë. Varianti i dytë është që lëvizja vetëvendosje të shkojnë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me minoritetet dhe kështu është spaku në teori është e mundshme që presidenti të takojë LDK-s, kryetari i kuvendit dhe kryeministri partisë fituese në këtë rast lëvizjes vetëvendosje. Por në rrethonat aktuale, në situatën aktuale kur ne kemi shku brenda një viti e gjysmë në 3 palë zgjedhje, do duhet që partitë politike të kenë ose të zhvillojnë dialog para konstituimit të kuvendit, sepse rezultatet pak a shumë po dihen, mund të ndrojë që lëvizja vetëvendosje të marrë 1 mandat, 2 mandata ose 3 mandate në maksimum më së shumti dhe rezultati do të dihen që me zër do ta bëjë një qeveri të vetën, duke qenë se do të jetë e zërshme bërja e një qeverie të tillë, atë do duhet që lëvizja vetëvendosje o të hynte në koalicion me ndonjë parti tjetër që do ta shpëton të vendin nga zgjedhjet për shkak të formimit të qeverisë, ose për shkak të mosdështimit të qeverisë, ose në anën tjetër edhe të diskutojë edhe për presidentin.